është nga Zvicra, apo jo? Nga Gjermania, në fakt. Nga Gjermania, aty ofër. Mirë më njësë edhe për të rëzën. Shumë ofër. Ju përshëndes shumë, edhe juve në studio gjithashtu, edhe shtëpinë e madhe të Klan Kosovës. Mirë më njësë Kosovë, mirë më njësë Mërgat, ku do që jeni. Guten Morgen. Guten Morgen. Faleminderit shumë, Gjenita, me qenë se nesëm edhe ty, po e vazhdojmë edhe këtë pjesë. E po amë se gjatë natës së mbrëmshme triumfoi Selin. Mendon që e meritoi këtë fitore Selin? Si fillim, i urojmë Selinës fitoren. Natyrisht të gjitha Big Brother është një reality show para se një lojë. Mendoj që fansat ndohen ose ndohen në disa pjesë. Unë në fakt jam kanë team Mateo, që në fakt unë ndova pak e dëshprume. Mirë po Selin, me atë që ne kemi po, besoj që edhe e ka meritu. Edhe ju urojmë fitoren, edhe unë si një feministe që jam shumë mirë në bile që Selini e fitoj. Ju urojmë ose mirë në asë në mënyrë. Qenë keme mu se edhe unë e po ta këtë dëshprimin për Mateon. Mirë po të dëgjojmë edhe Exonin se çfarë mendimi e patë dhe a unë do i kënaqur me fitoren e Selin. Exon, si unë ndjeve në projmin e mbrëmshëm? Në fakt, në krahasim me 3 banorë të tjerë të cilët ishin pjesë e finales, kam përshtypjen se më meritoria ishte Selin, këta kemi diskutuar edhe më herët, pas parasysh edhe sa e saj edhe gjithë rrugtimin, me ato të cilat ai ballafaqu deri në finales, kështu që më mendja se ishte një finale merituar për ta kashim mirë të Rogertit edhe të njëjtën kohë Mateos. Përkundër asaj se Mateo rrugtimin muna me thonë se e filloi dikur ma vonë edhe kishte 2 shtylla bazë në cilat ai kapi që ishte Brikena dhe të njëjtën kohë e filloi lojën duke u gjujtur mirët, ndërsa Selini kishte filluar e vetëm edhe këtë rrugtim e çoi deri në fund vet. Bash e vetë me ju, mirë po, si do që të jetë. Mendon që Selin, në fakt, Exone ka ndihmuar edhe kjo loja me Mirin, ndonë se u diskutu për muaj të tërë krevati me Mirin që ndau në fund edhe triumfoj, ishte dysha e fundit në podium, po në fund triumfoj Selin. Mendoj që kjo ka qenë Miri dhe bashkëpunimi me të në qysh në fillim një falloj shtyje mirë për Selinin tutje? Në fakt, kjo nuk ka qenë faktori vetëm, nuk ishte vetëm Miri, muna me thonë se pjesë e fitores sa e meritume ka qenë edhe pjesa punona dashti me tërheq. Gjoja e cila ndodhi jo më shumë se 10 ditë, kështu që pa tjetër që dhe pjesa e krevatit, pastaj jo u distancu loja, filloi lojën vetë, pse kishte një ngese gjatë lojës, muna me thonë pas hyrjes së gimbës, sepse u fokusua gati 100% tek lidhja, po sido që tjetë fakt që Miri ka qenë një prej faktorëve kryesor që ajo ishte edhe fituese. Pse thojnë më u qelë rrugën dikujt tjetër, domethënë mundesh më kohë shumë i fortë vetë si puna e Mirit, mirë po në anën tjetër mundesh më siguru fitoren dikujt tjetër. Kështu që Miri ishte lojtar i fortë, po nuk ka arriti me shfrytzu atar në aspektin e vet, po duke u dhuru Selinës. Momentin personat të cilët janë më shumë të sulmuar gjithmonë i kemi fituar në Big Brother. Gjeneta, siç e dim edhe Miri ishte kandidati i dytë të themi finalist dhe që mbeti me Selin, edhe çmimi ju nda sigurisht Selinit për fitore, ishte një reagim jo fort i këndshëm nga Miri. Si e peti këtë reagim? Edhe unë në fakt e diskutova. Ishte shumë i ethë në rezultat. U dëshpëru total, edhe më duket se nuk e di ja uroj fitoren apo jo Selinës, sidoqoftë të dy me gjithë dëshirë e kanë fillu lojën e përbashkët, edhe të dy e kanë pas parasysh që deri diko kjo lojë do i sjell. Natyrisht deri në finale. Loja e Mirit nuk më ka pëlqyer në përgjithësi, edhe nuk besoj që Miri e ka pas një lojë më të fortë se Mateo në asnjë mënyrë. Kështu që jemi të dëshpëruar pak a shumë që Mateo në podiumin final jemi shumë të cilët e kemi pa Matean edhe Selinën. Cili do që ka pas për me fitu, publiku besoj që ka qenë aty, mirë po në asnjë mënyrë Miri. Exon mendon që Selini ti ka ndihmuar në formë të tërthot gjithë familjarë që u përfshin në këtë Big Brother. Kemi parë kunatën e saj e cila hyri për 2 muaj brenda në shtëpi, pastaj ka qenë i përfshirë vllai i saj, nëna, babai, gjithë familjarë. Kemi parë edhe jashtë buj që kanë bërë edhe tezja me deklaratat e saj. Domethënë, mund të themi lirisht që është Big Brother i parë që janë përfshirë kaq shumë gjithë familjarët jashtë. Ka qenë kjo një lloj ndihmëse për Selinin? Muna me thonë se ka qenë njëri prej Big Brotherve që më shumë të është diskutu për lojën, sikur më i di që na po dojna me piju edhe një tërgu çdo kunat që jena të eton. Domethënë që mu do të gjëra më interesante që më shumë diskutu për lojë gjatë lojës,
gjatë Big Brotheri, qofse ki loj luje, po patjetër që ka pasur ndikim edhe familjar të afërmit futja kunatës, pastaj ne kemi diskutuar dhe bashkë kemi qenë që unë kam thënë momentin kur Gerta është tërhek ose ka tërhek produksionin nga loja, ka pasur i hapin Selinës rrugë drejt finales dhe fitores. Pastaj se përket pjesës së Mirit, domethënë e duam të bëjmë me një krahasim strategjik me pjesën e Mateos. Dyshim që Miri ka pas një strategji shumë atë madhe sa Mateo. Mateo ne mundë me vlerësu shumë si djalë të mirë e gjitha, por që se të flasim në aspektin e Big Brotherit, nuk i bën më dyshe se Miri ka qenë më strategjik. Mirë po, unë mendoj që ndonjëherë publiku voton më shumë personat të cilët i gjenë më afër, jo ata të cilët kanë strategji të ftohta. Miri zakonisht ka qenë ai duke kriju strategjia për vete. Në fakt, mirë po, pionat e Mirit i kanë vë fjalët në pah. Miri gjithmonë ka mbledh sa më shumë ushtar, kamikaz, edhe të cilët nuk i kanë shërbyer në fakt. Sepse publiku, unë si ka qenë gjithmonë i zhgënjur në Mirin, edhe i kanë nxjerrë gjithmonë lojtarët apo shokët e Mirit jashtë. Kjo s'kuna me qenë. Kështu që them në momentin kur futesh në Big Brother ti dush me ditë edhe për kas i lojës kujt me qenë. Domethënë ata e kanë përgjigjur një rrugë Patjetër. Mirit. Kanë qenë kamikaz apo jo, pastaj parë gjithsesi ti individ. Tek fundit edhe pjesë të ekipit vet një kanë jashtë dolën prej ekipeve tjera, prej grupeve tjera kanë fjalën. Po mos harrojmë që dhe Miri përveç të gjithë banorët, në fillim po flasim për primin e parë, besoj që Miri ka qenë ai i cili u njoft shumë më herët nga i gjithë publiku anën banë Kosovë, Shqipëri. Domethënë unë personalisht e kam njoft Mirin shumë më herët, edhe kjo i ndihmon Mirit sepse ka pas edhe fansa muna me qujt të muzikës së tij të hershme, edhe kjo i ndihmon. Sepse mendoj që ka edhe një moshë goxha të cilët kjo mosha mbi 40 besoj që janë në gjendje të votojnë, ndërsa mosha fansat e Mateos më shumë kanë bërë tifo besoj në media sociale ose diçka e tillë, ndërsa kur vjen puna për vota, besoj që Miri ka pas fansat e tij pak më herët edhe e kanë treguar besnikshmërinë, domethënë ndaj këngëtarit tynë të preferuar. Se sa për lojë Miri nuk është që ka bë diçka, bile kohëve të fundit Miri ka qëndruar vetëm në krevet, ka qenë shumë i dëshpëruar dhe kum pas një ndjesi që Miri e ka dëshirën e shpërlarjes në fund të imazhit pak a shumë, sepse ka kuptuar deri në fund se ku shkoj me Selin, edhe mbron kur e pon takimin me gruan e tij, ishte ashtu që jemi mirë, nuk pasi ik gjë, domethënë edhe ai kishte një farë lloj dyshimi që hey mos u ka ndodhur diçka edhe me gruan e tij jashtë. Eda këtë pjesë do doja ta diskutoja edhe me Gzonin. Ka qenë një dilemë se nëse gruaja e tij do ta priste siç e ka pritur para se të hyjë në shtëpi e Mirin, por kur doli përgëzojmë gruan e Mirit për gjuhën perfekte shqipe që na kalon total pa fjalë mbram. Të marr parasysh është gjermane. Me pjesë etës që thotë ka ndiku fama, ne kemi pas shumë fytyra publike që janë futur dhe kanë dalë më herët, hiç më larg, ta bëjmë vetëm një krahasim me Bigun e Kosovës, domethënë që Lëndrin muna me thonë që në tregun e Kosovës ka qenë i pam shumë zerra. Domethënë edhe shumë banorë tjetër që kanë shkuar në finale. Është një komplet një lojtar tjetër krahasu me Mirin. Besoj që Lëndrimi ka qenë, edhe pse Lëndrimi ka qenë shumë pozitiv dhe ja ka rëmby zemrën publikut, ndërsa Miri nuk është e ka pas ndaj pozitivitet dorën zemër. Pozitivu kanë atëherë kur ka qenë me Selin, edhe i ka prej që është ndonë me Selin, Miri nuk është e ka tregu pozitivitetin. Ai u shoshru me Rogertin për me ikë deri në finale, ato e kuptuam të gjithë. Mirë po jo, në krahasim me Mateo besoj që Miri Mateo ka qenë një lojtar që i ka dalë në ballë dhe i ka mbajtur fjalët e tij deri në fund me persona të cilët i ka pas në piksynim. Nuk është ndërlidhna shumë shpirtënisht me banorësh, dorë mundona me dhon një gjykim apo një. Në asnjë mënyrë. Asnjëherë nuk është se kam pas ndonjë pëlqim apo simpati për lojën të cilën e ka bu Miri, po sido që tjetër, nëse bëjmë krahasim me Mateon, pjesë strategjike të lojës për me bo Big Brother, patjetër që Miri nuk diskutohet me Mateon. Pastaj pëlqimet tona si jashtë për çuni mirë e kështu e dhënë në Kosovë, ato janë gjëra këtë tjera, në mënyrë individuale që mundemi me dhënë mbështetje dhe për krajë diçka tjetër. Flasim pas merit. Flasim pak edhe për banorët tjerë të cilët ishin finalistë, ishte Rogerti i cili nuk ja doli që të shkoj edhe në pjesën më kulminante, ishte i pari që doli nga gara e finalistëve. Gjenita si e pe sepse shumë në publik është mundu që Rogerti do të shkoj heqisht deri ndoshta i dyti, por doli i pari.
Ai vetë tha që kush del i katërt i del është humbës total ose diçka e tillë. Nuk e di si e ka idealizu Rogerti veten e tij. Mirë po, shiko, nëse duke bazu që në ditën e parë Rogerti ka vendosur me hyme një mask, kjo që do të thotë që ai e ka vu të gjithë shtëpinë në një lojë, në një avantazh veten e tij, sepse kur të hyn në në reality show, jo në një lojë, ta kuptojnë publiku që Big Brotheri nuk është një lojë, mirë po është një reality show të cilët herët avon do ta tregojmë veten tonë, mirë po në këtë lojë ka pika të cilat zhvillohen në këtë reality show ka dhe pika të lojës. Atëherë Rogerti e zgjodhi të hynte me një mask, si fillim të dërgoj veten në një avantazh, të shoh se si po sillen banorët kundrejt tij, kush po ja mban lojën e kush jo, mbaj mend që Lorna ose cila ishte ajo, si në fillim domethënë e humbi shumë pikë aty se nuk ja mbajti lojën, kështu që Rogerti si në pikë fillimit ka ardhur me qëllim që unë jam këtu me një maskë dhe unë nuk jam vetvetja, mesazhe domethënë që unë bëj gjithçka brenda kësaj maskës, edhe këtu jam 100% një showman, ma shumë Rogertin e shoh si një showman. Nuk ka rriti me kanë favorit shumë në publik, mirë po besoj që në sytë e Rogertit duket ashtu një lloj pozitive nëse, po jo, loja e Rogertit nuk më ka pëlqyer në asnjë moment. Gjithçka që ai ka nxjerrë nga goja ka qenë një disavantazh për lojën e tij, edhe i katërti u kon mjaftueshëm, kom shpresuar që Brikena të jetë në vendin e tij në fakt. Po ai u dëshpëru me veten e vet, besoj, mbrom shumë. Edhe më duket se nuk ka qëndru deri në fund. Iko. Po, si e komenton ti renditjen e Rogertit? Siç e përmendi edhe Gjeneta, ai u duk jashtëzakonisht shumë i dëshpëruar me renditjen e tij, doli i katërti në fakt për nga renditja, po i pari për nga shtëpia. Si e komenton ti këtë? Në momenti kur po thot është pozitiv, do të thonë e vetmja gjë që të Rogerti nuk është që kemi pa është pozitivitet biles. Nuk është pozitiv thash. Showman. Unë besoj që Rogerti është një showman, do të thonë bën diçka për lojë. Ka hyrë aty me mishë shpirt vetëm të bëjë diçka për lojë. Nuk di se ç'është është Rogerti jashtë, por në lojë absolut nuk na ka pëlqyer. Mos keq kuptohemi, nuk më ka pëlqyer asnjë lojë e Rogertit. Çdo gjë që ka nxjerrë nga goja e Rogertit ka dalë bluff. Edhe mirë po ka një keqe e domosdoshme e këtij edicioni, sepse sa më shumë të ngacmojnë, për ty është aq më mirë dhe ngritesh më larg, që i ka shërbyer edhe Selinës, edhe Mateos, të gjithëve nga pak, domethënë loja e vrasht e Rogertit. Patjetër Gjeneta, vetëm ta dëgjojmë edhe mendimin e Egzonit në këtë pikë. Sido që tjetë për i them prapë të pjesa, qyshe ka ditë Rogerti që ka me shku finalit një të në kohë, ka ditë shumë mirë dhe që ka me pas vendin e katërt, nuk është diçka për mu që ditë. Pjesa ma interesante është, kisha qenë vendin e Rogertit për me i marë që ato 10.000 euro, ma mirë kisha nejtë Angli, kisha punu që ato 3 muj ditë sa ka qëndru nga Big Brother, bile spaku kisha qëndru me faqe bardh, besa ndoshta i kish fitu ma shumë se sa 10.000, se sa me kriju rejtje jashtë e publiku. Qofse mund bazohet tek pjesa tjetër që ka synin të reklamat apo diçka tjetër për më avancu në treg edhe me u fut edhe me depërtu, kam përshtypjen se në pikë spari asnjëherë nuk kem paragjykues, as anën pozitive tina nuk e ka tregu, në njëjtën kohë nuk është sa ndonjë fytyrë që do shumë ekrani, edhe ato momente pozitive të cilat na i ka tregu ka vazhduar me negativizëm, me na ushqyer në ekran, kështu që nuk është se ka me lënë diçka përshtypjen që një prapë me pas pranishëm në premision, apo qoftë edhe në ndonjë reklam, sepse shumica e tyre futen Big Brother për me pas përfitime në reklama. Më pas bazuan storin të cilin ai e ka pas, po sigur të kishte përzgjedh të përshkruante një linjë tjetër në Big Brother, kam përshtypjen se kishte qenë shumë më shumë fitimtar. Është e habitshme një të jetë aq shumë ofendues dhe të ketë frikë për një breshke, kanë për dy kontraste shumë të ndryshme. Unë gjithmonë kom qenë kurios për mendoj që ajo ka qenë një show nga ona e Rogertit, nuk e besoj shumë thellë që ka një fobi kaq të madhe nga diçka kaq. Nuk e besoj. Për të cilët janë vazhdimisht sulmum siç është Rogerti, ndoshta edhe prej gabimeve të cilat i kanë bërë, armën më të mirë e kanë pasaj të mbrojtjes fakte dhe sulmin, edhe kështu që qoftë me sulmu fare, i ka mendovë se është i sulmum edhe u mundu me mbrojt vetjen edhe atër kur është nevoja. Sido që tjetë, depërtoj si depërtoj, muna me thonë se produksioni ka mujt me fut Rogertin në katëshën e fundit pas një analizit tjetër që e kam bo, pjesa që të bët pak i qik edhe rëmuj, sepse në njënër anë u diskutoj Brikena jashtë dhe diskutoj Rogerti mrena. Do më thonë, ajo arriti që qëllimi e ti të fute në finale pa e meritu. Do më thonë, paka shumë e mbajtje
produksionin edhe lojën e Big Brotherit ndezë e gjithë kjo thashëthëmja sepse gjatë gjithë kësaj javë është diskutuar se si arriti Roberti me shkuën finale. Po. Gjenita, Edhe ta shohim edhe një kënd vështrim tjetër, me qenë se përmendim se Selin dhe Mateo për poshtë që kanë qenë strateg në lojë, kanë treguar edhe ngjyrat tjera të vetes së tyre. Po të ishin këta dy në podium, do të fitonte Selin apo Mateo? Po, Selin vetëm e vërtetoj, domethënë që fitoj mbrëm. Po. Kështu që besoj që prap do fitonte Selin, mirë po Mateo ka pas, realisht të gjithë kemi qenë të besoj, jo në shok, mirë po të zhgënjyer mbrëm që Mateo doli rezultesi i treti. Kështu që në gjithë shka ato që kemi pa në rrjetet sociale, e në media, e në të gjitha, Mateo ka qenë një ndër të preferuarit kryesor të këtij edicioni. Nuk e di, ndoshta është edhe lexojmë shumë shpesh që Mateo t'ju ka hongër ashtu që thonë ana pak haku, për arsye se as linjën e jetës nuk ja dhan, ka pas shumë raste kur Mateo ka filluar edhe me diskutuar dhe kanë thënë Mateo të lutem pak më vonë, të lutem, edhe zakonisht Mateo është përful vetëm me lidhjen me Brikenën. Në fakt, gjatë javës kemi pa gjithmonë Mateo i cili ka dalë ballë të gjithëve, edhe kanë ndezë debate, i kanë bërë debate deri në fund, ndërsa në prime u kanë dikun ka fundi për me u diskutu në lidhje me Brikenën, gjë që nuk më ka duk shumë e drejt. Kështu që jo me lumë të prapë se prapë që ka fitu Selin, edhe pse më kam qenë tim Brikena ose Mateo, cili do qofë për këtyne të dëve të jetë. Gjenita, e pom edhe një reagim të Brikenës pasi që veç u përmend emri i Mateo si i treti, ishte një reagim shumë i veçantë i Brikenës dhe një habi e saj. Po tash si e mendojnë pas daljes Big Brotherit, do t'jenë qift? O nuk e di, shpresoj që dashuria tjetë ajo që t'i gjej çdo kund dhe çdo person, domethënë çdo gjë që është më e bukur, unë besoj që është ajo dashuria, besoj që ata dy do t'i gjej edhe jashtë shtëpisë, besoj që po, nuk besoj që krejt kjo ka qenë vetëm një lojë, sidomos nga Brikena e cila ka qenë gjithmonë koherente me fjalët që i ka thënë. Domethënë, edhe nëse nëse diçka i ka dalë kund keq, i ka rezultu keq Brikenës, ajo prapë se prapë e ka mbajtur fjalën deri në fund. Besoj që edhe me pjesën e Mateos, ajo ka hezitu një kohë, ka qenë natyrisht që ka pas dyshimet e veta, edhe besoj që jashtë do të rezultojnë, edhe shpresoj ta gjejnë veten, nuk i di sepse në brenda në një shtëpi je izoluar, e sheh personin ndoshta pak më ndryshe, jashtë përballesh me ndodhi të reja, me gjëra të reja, nuk i di se si je, mirë po ju uroj të gjitha të mirat që të dëve, shpresoj që të jemi bashkë, pse jo. Edhe lind të cikët që ata brenda në shtëpi janë, sidomos Brikenda është gjendë në një pikë shumë stresuese, muna me thonë, për arsye se të vi dikush mbas disa viteve thotë se unë jam ende më pëlqen ose jam interesuar për ty, natyrisht që ti stepesh edhe gjithaj stres i lojës, njëkohësisht i ngjarjes tënde nga jashtë, për Brikenën ka qenë diçka dy herë më e tunduese, muna me thonë ashtu. Mirë po, besoj që edhe jashtë kanë me qëndru bashkë, mbasi që gjithë ata i kanë pas kundër brenda, thonë që kush i mbjeton në shtëpi, jashtë janë shumë më të fortë, kështu që shpresojmë që edhe jashtë kanë me. O mendimi ju të egzëm për dy qiftet, Mateo, Brikena, Selin dhe Gimbo. Nisun nga praktikat e mëhershme të qifteve që janë krijuar brenda shtëpisë, mendon që do ta kenë të njëjtën fat mbase edhe të ndajnë, apo do të lindë kjo dashuria edhe jashtë do të vazhdojë dhe mbase do të celebrohen edhe me martesë? Se përket Selin dhe Gimbo kam përshtypjen se patjetër që lidhja e tyre do vazhdojë dhe jashtë, sa do vazhdojë nuk jam edhe aq i sigurt sepse Selin është një tip pak më i hedhur edhe kam përshtypjen se tash është edhe në kulmin e karrierës, kam përshtypjen se do di shumë mirë ta menaxhoj këtë periudhën në cilën ndodhet, patjetër që do e kemi pastaj edhe pranishme në ekran, kam përshtypjen me ndonjë emision sepse këtë ka dëshmuar edhe vetë Topi që e shohin si një nga prezantueset e ardhshme të Top Channel, nësa se përket Brikenës dhe Mateos, më duken si kur dy tipa shumë të qetë, kam përshtypjen se jeta e tyre kanë me vazhdu jashtë, ku një kohë të kanë më marrë me reklama, pastaj kam përshtypjen se për krah Mateos do e kemi edhe Brikenën si ushtruese e detyrës trajnerës në partitën e. Diçka që më do shumë profesionin e saj, sepse do vënë pak më shumë profesionin e saj. Apo kemi qenë çuditshëm se si Mateo ka dalë i treti ndërsa Miri i dytë dhe nuk po është koherente për një diçka të cilën ata para 10 minutave që Miri ka pas fansa kur është futur dhe patjetër që ka qenë e ditur se ai do të ngritet në finale.
ka mundësi, tash. Me shumë mundësi. Kore bllaf me mendimet tona. O i themi në proporcion, o s'po ka sens pastaj, logjik, ato që kemi thonë ma herët dhe ato që po e themi tani. Edhe po jemi pastaj edhe ne dyshim si analist kur po dalim në për ekrane që po e bojmë zhvillimin apo e curinë e një lojës një Big Brother apo çfarë do lloj formati tjetër qoftë ai. Po sipas teje, çfarë loje ka jap, domethënë Miri i cili nëse bazohemi në ato, sepse ta japësh një Gjeneta çfarë ka jap diçka të cilën për shembull Miri në publik është duartrokit edhe është prit me dallsha mirësi. Unë thash që ata fansat e tij, të cilët kanë qenë nga dita e parë, kur ti e do një person, një këngëtar e fasionon, ti do vazhdosh çfarë do luhet të japaj në Big Brother, ti do vazhdosh dhe do ta përkrahesh. Kështu që nuk është ndonjë lojë të cilën Miri e dha edhe neve na la gojë hapur që wow, për vendin e dytë. Po për çfarë e shoku me Gjenet, apet s'pe kuptoj, përdesa vetë ke qenë paka shumë dije se ka fansa dhe ka me shku mirë në vendin e dytë, to paka shumë gjithë e kemi ditë. Anë që se zdoj me në realitet është diçka tjetër. Të morë parasysh edhe për krojen të pandajshme të Monikës, që i ka bo dhe më thonë në opinion të hapur. Dhe jo me u lidh me pjesën e ndjesisë. Unë pa tjetër që kom pas qef me shku dhe Brikena finali, këto e kemi diskutu, për kundër asaj që Brikena i ka meritu. Po kur vjen puna për me qenë i ftoftë dhe për kundër asaj që unë s'kam qenë zero simpatizus i mirët, meritat janë merita edhe kaq. Edhe ndodh. Jemi krejt në fund, deshta me të bo një pyetje egzant, sepse në publik është folë shumë edhe relacioni, lidhja e Ledionit, po kalojmë tash të kon tjetër, jo të këbanorët. Është për folja dhe lidhja e Ledionit me Sarën, që gjatë gjithë këti edicioni është folë se jo nda, nuk është lidhja si që ka qenë e tjere, ndërsa Ledioni mbrëme tha edhe në fjalin e ti, sepse është mirënjohës për ato që i ka dhe që Sara është ajo që do thotë ka meritat të gjitha që i bartë. Si pas teje, që je gazetar, a ka diçka në lidhjen e Ledionit me Sarën? Kam përshtypjen se ata po vazhdojnë normalitetin e tyre, përkundër asaj që të viteve tjera është diskutuar për një ndarje apo shkëputje mes shiftit, sido që tjetë Ledioni asnjëherë nuk është se ka përzgjedhur me përfshi dhe me involvu jetën e tij private në për mediume, ne i kemi pa që dhe paraqitjet e tyre në për ekran nuk është se kanë qenë të shpeshta bashkë, duke përfshi vetëm ato momentet e finaleve në Big Brother. Patjetër që çdo çik mundet me pas krisje, mundet me pas diçka, po unë jam i sigurt 100% që ata janë bashkë, si gjithë se cili prej neve që mundemi me pas për dishmërinë tonë. Pastaj mediumet të bëjnë vetëm përderisa diskutohet pa fond, sepse patjetër se bëhet fjalë për njërin reprezentuesve më të pranishëm edhe të njëjtën kohë më të mirë kohëve të fundit të ekranit tonë. Po jam 100% i sigurt që vazhdojnë të jenë bashkë Ledioni dhe Sara. Për këtë jam i sigurt 100%. E qartë. Egzonda Gjeneta, faleminderit shumë për qëndrimit dhe opinionit tuaj asaj përket temës së sotme për finalen e Big Brother VIP Albania 5. Kënaqësi që ju kishim në një inkuadrim të drejtë për drejtë. Ju falenderoj shumë. Ditë mbarë, tëmë. Ja i një gjithashtu. Me që ka publicitet dhe kthehemi në pjesën e dytë.